pyetja radhës. Selamu alaikum hoç. Elus Allahun t'ja bereqet në mundje që po bëni për Islamin dhe muslimanët. Hoç, kam një pyetje. Fëmijët që i kemi në shkolla, ne kanë qitë në foto me babatimin pa paralajmërim dhe pa informim paraprak. Dhe ju kanë jep fëmijëve dhurata me shkrim në gjuhën angleze kur i me midiri. Si duhet reaguar në këtë rast kundër shkollës dhe si duhet të veprojmë me fëmijët tanë, sepse fëmijët nuk kanë pushtet me kundërshtu mësuesit. Dhe ne i kemi paralajmëruar paraprakisht që nuk dojnë këtë gjë, por ata kanë vepruar pa dëshirën tonë. Nëse keni mundësi në sqarim, Allahu ju shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashusha ka ndonë hajgore i bomba ata të vërtetit dhe asë të si kështë bob ma. Bob dini, bob kry, bob bajt. Kja është për gjëna. Boba dini. Shka, qështë boba dini? S'ka budëva kjo kjo. Boba dini. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashtë këtë një avëran që këtë boba i bobës se u shumë problem, që këtë një ka të shpija, jo, a qenë që vej një tjetër kore me që të babalorë. Që e mërte ka është ka përshnesë me të asë dy si ka. Pastaj, është nuk këtë shave që gjendja muslimanë është e tim, në vendin që shumicat deklaronë musliman, më konaj që i thërë babadimin në orë definitja muslimanë. Paremisht, aja është i qutër babadimin është fetar. Qysh duhet më përzije fetarja që ata qisim hedëm personal kushe ma ferm, ata e qurë me qitrës fe, më jodhëm dhërëmota me rajnë se shem dhërëmota se shem dhërëmota e. Ata në rajnë sa gjithë. Se shem sa ta ka pëtime, kërkur shka. Ata fitojnë përveti për më jodhëm të apak mashtem të tjerëve. Shumë fëmija që nuk kanë ditë, nuk kanë gjëna. Prend, është mirë me i këshillu e fëmijët e vetë. Për shkak se fëmija, vallohi, plus të të kodë e shkollë se të mëriqë. Se ata vetë s'ka të kodë për vetit me në dikuna. Fëmija e dokatën e në shpinë e vetë. Nëse fëmijët e tonë i mësojnë me për shpijat e tona, se qka është e mirë, qka është e keqe, ata për një herë, kur që se të të njëshë. Edhe fuqia jonë, qka është vetëm me folë. Se si mundësi më bëtë të tërsen, vetëm me folë, me thonë se kjo nuk është e Kristu. Asë nuk është e muslimanve, asë nuk është neutrale ndërkombëtare, se nuk është ndërkombëtare, është shtetare krishterë. Një është të qutër i babadimer, është fetar krishterë. Ai nuk është ndërkombëtar, nuk është i këtë botës, ai është i krishterëve. Çka duhet fëmijë muslimanëve në dalë në fotografi me priftin e krishterëve? Sikur që fëmijë e krishterët mos dhe fotografi me musës, s'ka lidhje, ai ka fjen e vetë, nuk kam tema, se nuk është 300 në sonë. Por, është që kamëria të kuvanëria vetë nga është me i këshilluar njerëzit me pas sa ma shumë kujdes, edhe normal njerë spjegu edhe të shpija dhe se ato e në rejna, edhe asë nisem s'ka të bëjnë në realitet. Allahum ta'ala.